Edhe këtë javë do të prezantojmë një shtëpi të bukur nga Gjilani, por një shtëpi ndryshe nga ato të cilat i kemi prezantuar deri më tani. Përveç faktit që ka një stil ndryshe nga të tjerat, ajo gjendet edhe në një ambient tjetër. Pronari i kësaj shtëpie, zotëri Remzi Rexha, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, ka vendosur që shtëpinë ta ngrisë në fshatin e tij të lindjes në Bresalc. Madje ai ka arritur që para 14 vitësh të ndërtojë këtë shtëpi, e cila edhe sot vazhdon të jetë atraktive për të gjithë kalimtarët në këtë zonë. Edhe pse në shikim të parë të lënë përshtypjen se mund të jetë një shtëpi e vogël, në fakt ajo është rreth 250 metra katror. Kjo shtëpi ka 2 taraca, prej të cilave kjo në katin përdes është mjaft e madhe dhe bën që shtëpia të duket mjaft të bukur. Për këtë shtëpi kujdeset i vllai i pronarit Ibrahimi, i cili kujdes të veçantë i kushton oborrit të shtëpisë. Përveç oborrit me rreth 15 ari, shtëpia ka edhe një pamje shumë të bukur të maleve të fshatit Bresalc. Në kopshtin e kësaj shtëpie është edhe kjo hapësirë ku gjatë stinës së verës pronari i shtëpisë vendos një tavolinë dhe pjesën më të madhe të kohës së tij qëndron këtu. Ndërsa tani do të vazhdojmë për të parë interierin e kësaj shtëpie. Hapësira e parë të cilën do të hasësh sapo të hysh në këtë shtëpi është dhoma e ditës, për të cilën pronari ka ndarë rreth 30 metra katror. Edhe pse në këtë shtëpi për 14 vjet është ndërhyrë shumë pak, ajo vazhdon të duket bukur dhe elementet të cilat janë vendosur brenda saj të jenë edhe sot moderne.
Mobiljet në dhomën e ditës janë prodhim italian. Ato të ofrojnë një reati shumë të madhe, ndërsa ngjyrat të cilat janë përdorur në ato mobilje e bëjnë mjaft të ngrohtë edhe ambientin në këtë dhomë të ditës. Ndërsa një veçanti tjetër në këtë ambient janë edhe dritaret e mëdha transparente, të cilat të mundsojnë një pamje shumë të bukur në kopshtin e kësaj shtëpie gjatë 4 shtinëve të vitit. Ndërsa televizori është i vendosur në një komodinë bardhë dhe zi, ku mund të hasësh edhe suvenir të ndryshëm, të cilat janë të ardhura kryesisht nga Zvicra. Me një formë karakteristike janë ndarë dhoma e ditës nga pjesa e ushqimit. Pronari qëllimisht ka vendosur që në këtë hapësirë të përdorë minimalisht dyer për shkak të efektit të madhësisë së ambientit të cilën e krijojnë hapësirat. Tavolina e ushqimit është e ardhur nga Zvicra, të cilës janë bashkangjitur këto karrike të prodhuara në Kosovë. Të bie në sy edhe fakti se kjo hapësirë e shtëpisë gjendet në një nivel më të lartë se dhoma e ditës. Ndërsa kuzhina e kësaj shtëpie është e vogël por është mjaft kompakte. Ngjyra e kafte e përdorur në këtë kuzhinë shumë të shfrytzueshme përshtatet mjaft mirë edhe me tavolinën për ushqim. Ndërsa tani do të ngjitemi për në katin e dytë, aty ku janë 3 dhoma të fjetjes dhe një dhomë për pritjen e miqve. Kjo është dhoma e pronarit të shtëpisë. Në dhomën e tij ai ka zgjedhur mobilje të prodhuara në Itali. Ngjyrat e përdorura në këto mobilje janë e kaftë dhe e zezë, ndërsa ambientin këtu e bën më të veçantë kjo terracë e kësaj dhome. Dhoma e dytë që do të prezantojmë është dhoma e vajzës së pronarit. Ngjyrat e preferuara për dhomën e saj ishin e bardha dhe e zeza. Ajo ka zgjedhur mobilje të cilat në kuadër të dizajnit të tyre kanë edhe lule. Në fakt, elementet me lule në këtë dhomë mund të hasësh nga do. E ndryshe nga dhoma e vajzës, duket dhoma e djalit të pronarit. Aty mbizotron ngjyra e kaltërt dhe mund të shohësh figura të shumta të filmave të njohur vizatimor.
E dhoma e ditës, e cila gjendet në katin e dytë të shtëpisë, është e mobiluar ndryshe nga dhoma qendrore e pritjes. Këtu mobiljet janë prodhim vendor dhe ngjyrat e përdorura për to janë e kafta dhe e zeza. Shtëpia ka 3 banjo, qeramikat e të cilave kanë ngjyrat krem dhe të kaftë. Në banjot e kësaj shtëpie sa modeste aq edhe luksoze ka edhe jacuzzi. Kështu dukej shtëpia e Remzi Regjës në fshatin Gresalc. Edhe pse pronari dhe familja e tij jetojnë në Zvicër, shtëpia ishte mjaft e ngrohtë dhe e pastërt. Shtëpitë e bukura të Kosovës, Viz RTV 21 është faqja jo në Facebook, ku ju shikues mund të na dërgoni propozime për shtëpi të bukura kudo qofshin ato në Kosovë.